Të nderuar kolegë, sot nuk jemi përpara një ligji të zakonshëm dhe nuk jemi këtu për të diskutuar për çështje teknike që lidhen me portet turistike. Sot kemi përpara një prove të mënyrës se si është ndërtuar dhe se si funksionon ky shtet, sepse ky projekt ligj nuk është një akt i izoluar. Është produkt i një sistemi të tërë vendimmarrje që prej vitesh ka zëvendësuar rregullin me përjashtimin, konkurrencën me privilegjin, interesin publik me interesin e një pakice që përfiton nga afërsia me pushtetin. Dhe pikërisht për këtë arsye, ky debat nuk duhet dhe nuk mund të reduktohet në vetëm formulim teknik ligjor të një çerek neni që është propozuar këtu. Problemi nuk është tek fjala, problemi është tek logjika, nuk është tek procedura, po tek modeli, dhe nuk është vetëm tek ky ligj, po tek një sistem i tërë që sot ka marrë një formë të plotë e dukshme për çdo që dëshiron e shikon pa iluzione. Ky është ligji i 18 me porosi, unë kam nxjerr këtu të 18 ligjet me porosi që ka miratuar ky parlament. Ligje interesa të dedikuara, ligje që nisin sektor të veçantë, ligje që vinë këtu me emra biznesmenësh, sepse ky është problemi më i madh që ka sot Shqipëria, korrupsioni i nivelit lartë që buron pikërisht nga kjo sallë parlamenti. Është njëkohësisht dhe një tregues i një modeli të konsoliduar në kohë, një modeli ku ligji nuk prodhohet për të rregulluar tregun, për të mbrojtur qytetarin, për të përmbushur interesat konkrete të grupeve të caktuara në këtë rast. Ku vendi nuk funksionon si një institucion ku ka kontroll, ku ka balancë, por si një mekanizëm formal që vetëm vulos interesat e biznesit që përcaktohen jo këtë sallë, po që shkruhen jashtë kësaj salle. Dhe kjo është dhe pika ku ne duhet jemi të qartë me njëri tjetrin dhe me qytetarët. Nuk kemi të bëjmë me gabime sporadike, por me një sistem të ndërtuar me një filozofi të qartë, ku ligji nuk është instrument i drejtësisë, ligji është instrument i pushtetit, ku barazia para ligjit zëvendësohet me aksesin tek vendimarrja dhe ku suksesi ekonomik nuk përcaktohet nga konkurenca, nga merita, po përcaktohet nga afërsia me ata që vendosin. Ky projekt ligj për portet turistike e ekspozon komplet mënyrën se si funksionon sot sistemi, e ekspozon në mënyrën më të pastër të mundshme. Ai formalizon një parim që është përdorur me kohë. Në qoftë se një investim është strategjik, atëherë rregullat pezullohen, konkurenca zhduket dhe vendimi përqendrohet në duart e një pakice. Investimet strategjike përveç se marrin asetin publik, marrin pronën e shpronsojnë atë kur ai është privat me çmime VKM-je. Përveç se kanë favore të caktuara fiskale, sot japim dhe nga i port shtesë, sepse nuk i mjaftonte ajo që kishin deri dje. Ajo që në çdo vend normal është një proces i hapur, transparent dhe konkurrues, këtu kthehet në një marrëveshje të mbyllur. Ajo që në Europë është një garë mes alternativave, këtu bëhet një vendim i paracaktuar. Dhe ajo që duhet të jetë një interes për të mbrojtur interesin publik, kthehet në një instrument për ta shpërdoruar atë. Dhe absurdi i këtij sistemi bëhet akoma më i qartë kur e krahasojmë pikërisht me standardin që vendos shteti për gjërat nga më të vogla, aty ku kërkohet gara. Ashtu siç faktuam në seancën e shkuar operimin e korporatës së investimeve, njëjtë operohet edhe në ligjin e investimeve strategjike. Kjo nuk është thjesht një padrejtësi, kjo është një filozofi qeverisje, një filozofi që ka prodhuar sot një ekonomi të kapur, një ekonomi të deformuar, konkurrencë reale mungon, ku tregu përqendrohet në pak duar dhe ku bizneset nuk e kanë aksesin politik, mbeten një ashloje, pavarësisht kapaciteteve apo meritës së tyre. Dhe ndërkohë që në njëjtën kohë i flitet qytetarëve për integrimin evropian, për standardet, për parafrimin me Bashkimin Evropian, për reforma, për progres, ky ligj ashtu si shumë të tjerë bie drejt për drejt në kundërshtim me të paktën 3 kapituj të aki komuniter, me kapitullin 5, kapitullin 8, kapitullin 14 dhe me nenin 71 të marrëveshjes të stabilizim asocimit dhe me logjikën mbi të cilën operon tregu evropian. Dhe këtu lind një kontradikt që nuk mund të fshihet më me retorik. Nuk mund kërkosh integrimin evropian nga njëra anë, e nga ana tjetër të ndërtosh një sistem të kapur që e dëmton konkurrencën, që e përjashton konkurrencën. Nuk mund të flasësh për standarde të prodhosh përjashtime. Nuk mund të kërkosh besimin ndërkombëtar e të ndërtosh një model që e minon besueshmërinë e shtetit. Por mbi të gjitha ky është një problem që prek drejt për drejt dhe jetën e bizneseve, jetën e qytetarëve, sepse një ekonomi pa konkurrencë është një ekonomi pa mundësi. Ky ligj në fakt
është miratuar me një shpejtësi dritën në parlament. Ditën e hënë, në orën 11:30 ka nisur diskutimet, ditën e martë në orën 11:30 ka nisur diskutimet e kanë përfunduar ditën e martë në 10 të darkës. Kolegët deputet që janë këtu qoftë të rinj atë vjetër, nuk e din qoftë se mund të mipni një shembull tjetër të një ligji që me shpejtësi të 10 orëve ka kaluar është miratuar në parlament. Kjo është mënyra se si këto e konceptojnë parlamentin, kjo është mënyra se si e trajtojnë ekonominë, kjo është mënyra se si i kapin interesat, kjo është mënyra se si e konceptojnë në fakt edhe garën në çdo sektor, i ndajnë këta portet, aeroportet, i ndajnë këta favoret, i ndajnë këta asetet, i ndajnë këta pasurit publike, pas një garë e pas një konkurrencë. Por logjika e ekonomisë, kur shtrihet mbi pasurinë publike, mbi territorin, mbi aksesin det, mbi infrastrukturën strategjike, mbi portet, atëherë problemi nuk është vetëm ekonomik, bëhet edhe institucional, bëhet edhe kombëtar. Shteti fillon të humbasë rolin e tij si garantues i interesit publik. Të nderuar kolegë, ky në fakt nuk është debat për një ligj të vetëm, po për drejtimin e këtij vendi, për zgjedhjen midis një shteti që funksionon me rregulla e një shteti që funksionon me përjashtime, midis një ekonomie që shpërblen meritën e një ekonomie që shpërblen ato që janë afër pushtetit, midis integrimit real e integrimit fasad. Sepse vërteta është e thjeshtë, duhet të thënë edhe pa hezitim. Ky ligj nuk është gabim. Ky ligj është një mundësi që qeveria ka, është produkti një sistemi që e kanë ndërtuar hap pas hapi, me cilën ato favorizojnë këdo që është afër tyre e këdo që punon për to. Një sistem ku ligji është kthyer në shërbim, shteti në instrumente, pasuria publike ndahet sot për shpërblime. Dhe për këtë arsye unë besoj që ky ligj duhet ndalur, ky model ekonomik duhet ndalur, ky zaptim i trojeve publike duhet ndalur. Ligji i investimeve strategjike është marrë angazhim nga qeveria e Shqipërisë që brenda fundit të këtij viti do të pezullohet. Është i vetmi ligj i përkohshëm që nisim vitin 2015 me afat një vjeçar e është shtyr për 10 vite. Në kuadër procesit integrimit, qeveria ka thënë që këtë ligj do ta pezullojë dhe çfarë i bëjnë? Këtë ligj i shtojnë me një ligj tjetër për portet, e thonë që do t'ia zgjasin afatin. Këtu shihet se sa seriozisht e ka qeveria procesin e integrimit, sa seriozisht e merr garën, sa seriozisht lejon konkurrencë në ekonomi e sa seriozisht mendon për qytetarët. Unë nuk e di se si një deputete e Parlamentit të Shqipërisë mund të marrë përsipër përgjegjësinë që investitorëve strategjik t'i falim dhe nga i port. Nuk e di se si një deputete që zgjidhet nga vullneti qytetarëve shqiptar vjen dhe përfaqëson këtu interesa që nuk janë të qytetarëve. Se nuk besoj që ka një qytetar të vetëm, qoftë edhe atje në Vlorë, në qytetin që zonja përfaqëson, që vjen dhe kërkon që investitorëve strategjik t'i japim edhe portet pa garë. Në debatin që patëm Komisionin e Ekonomisë, për disa orë me radhë kemi pyetur përfaqësuesit e qeverisë shqiptare, a ka një investim strategjik që është i shoqëruar me port? Nuk ka asnjë. Nuk ka asnjë, thanë. Po për kë është bërë ky ligj nëse s'ka asnjë? Do vinë të ardhshme? Ka nga këto të shkuara të cilët duan t'i integrojnë dhe nga një port. Nëse shikon ligjin e investimeve strategjike sot dhe përfitimet nga ligji i investimeve strategjike, 84% e projekteve janë projekte në turizëm. Janë leje ndërtimi në turizëm. 1% është në bujqësi, 1% janë investitorë të huaj, janë të njëjtat kompani që marrin tendera e koncesione, që sot po marrin edhe investime strategjike, që po zaptojnë prona publike, që po marrin asete publike, që po hynë në sektor pa garë, duke i hequr edhe drejtën legjitimet pronës shumë pronarve, historik, qoftë në jug vendi, qoftë në vende tjera, duke ja marrë pronën e tyre me çmime qesharake, me çmime të vendimit të Këshillit Ministrave, ndërkohë që në një treg të hapur, në një treg të lirë ato do ishin shitur shumë më shtrenjtë. Thënë kjo, unë besoj që në këtë parlament ne sot duhet ta ndalojmë këtë ligj, duhet ta ndalojmë këtë model, jo për opozitën, po për Shqipërinë. Se sot Shqipëria nuk mund të ndërtohet mbi përjashtime, nuk mund të ndërtohet mbi rregulla të paqarta, nuk mund të ndërtohet mbi favorizime, mbi përjashtime të cilët i japin asetet publike në këtë mënyrë. Unë besoj që Shqipëria ka nevojë për rregulla, ka nevojë për ekonomi tregu, ka nevojë për një bazë konkurrence të njëjtë, sepse përndryshe sot, ashtu siç është mbyll gjithë biznesi fason, do të mbyllen dhe gjithë bizneset e tjera në sektor të ndershëm që operojnë, sepse sot ekonomia shqiptare mund t'i vësh vetëm një emër, ekonomi e kapur. Faleminderit. Fjalën e ka kërkuar